Diçka nuk është si më parë. 4 shenja përballë një vendimi të heshtur. Ka ditë që duken të zakonshme, por brenda tyre fshihet një vendim i heshtur. Jo një vendim me shurm, jo një përmbysje, por një zgjedhje e vogël që ndryshon drejtimin. Kjo energji shfaqet në mendime që kthehen, në sinjale të përsëritura dhe në ndjesinë që diçka nuk është si më parë. Sot, 4 shenja ndodhen pikërisht në këtë prag. Mesazhi nuk vjen për t'ju frikësuar, por për t'ju orientuar. Aty ku zakonisht thoni po, mund të duhet jo, dhe aty ku shtyni, mund të duhet veprim i qetë. Dëgjo me kujdes. Bricjapi. Nesër do ta ndjesh se diçka po të shtyn të marrësh një vendim praktik që e ke shtyr prej ditësh. Në punë, një përgjegjësi e vogël shndërrohet në provë besimi, mos e lër për më vonë dhe mos u ankua në heshtje. Ke mundësi të fitosh respekt nëse tregon qartësi dhe organizim, por shmang tonin e ftohtë me kolegët. Financiarisht është ditë për rishikim, kontrollo llogarit, kufizo shpenzimet e panevojshme dhe vendos një plan të thjeshtë për javën. Një ofertë ose kërkesë mund të vijë papritur, prano vetëm atë që ka kushte të qarta. Në marrëdhënie, partneri ose një i afërt kërkon më shumë prani, jo këshilla. Emocionalisht, presioni rritet kur përpiqesh të kontrollosh gjithçka. Lëre një pjesë të rrjedhë natyrshëm. Shëndeti përmirësohet kur bën pushime të shkurtra dhe nuk e mbush ditën me detyra. Vendimi i heshtur që të pret është të zgjedhësh mes detyrimit dhe asaj që të jep paqe. Nëse e bën zgjedhjen sot, mbrëmja vjen me qetësi dhe ndjenjë fitoreje. Mos e shty një telefonat të rëndësishme, ajo zgjidh një keqkuptim dhe hap derë të re. Mbaje fjalën, por mos u premto më shumë se mundesh, sepse energjia kërkon realizëm dhe disiplinë në çdo hap tjetër. Peshqit. Sot ndjeshmëria jote është e lartë dhe nesër ajo kthehet në sinjal të qartë, diçka kërkon kufi. Në punë mund të ndihesh i shpërqendruar, por një detyrë e vogël e mbyllur në kohë të jep qetësi. Mos e shpërdoro energjinë duke u marrë me dramën e të tjerëve, zgjidh një prioritet dhe qëndro aty. Në marrëdhënie, një fjalë e thënë butë vlen më shumë se shpjegime të gjata, thuaj çfarë ndjen pa u viktimizuar. Financiarisht, dita kërkon maturi, mos blej për të mbushur një boshllëk emocional dhe shmang premtime pa llogari. Një lajm i vogël mund të të japë shpresë, por verifiko faktet para se të gëzohesh. Shëndeti përmirësohet me gjumë të rregullt dhe distancë nga ekranet në mbrëmje. Vendimi i heshtur për ty është të zgjedhësh veten, edhe kur kjo i pakënaq të tjerët. Nëse e bën këtë, dita hapet më e lehtë dhe mbyllet me paqe të brendshme. Kjo energji sjell edhe një mundësi krijuese, shkruaj, planifiko, ose fol me dikë që të kupton. Nëse një çështje e vjetër kthehet, mos u frikëso, ajo vjen për të mbyllur. Mbaj një ritëm të butë, por mos e shty vendimin kryesor. Sepse nesër, kufi i vogël bëhet ndryshim i madh. Demi. Qetësia e nesërme duket normale, por brenda saj fshihet një sinjal që të kërkon të mos e lësh veten në rutinë. Në punë, një detyrë e thjeshtë mund të sjellë rezultat të madh nëse e mbyll sot, ndaj mos e shty dhe mos prit perfeksionin. Dikush mund të kërkojë mendimin tënd, fol qartë, por pa kokëfortësi. Në marrëdhënie, butësia jote është çelës, por vendos kufi, mos e marrësh përsipër barën emocionale të tjerëve. Financiarisht, dita favorizon rregullimin e shpenzimeve, mbylljen e një pagese të vogël dhe planifikimin e javës. Një ofertë mund të duket e ëmbël, por lexo detajet dhe mos premto pa llogaritur. Shëndeti përmirësohet kur mban ritëm të thjeshtë, ujë, ushqim i lehtë dhe pak ecje. Mesazhi i ditës është të zgjedhësh sigurinë pa u bërë i ngurtë. Nëse e dëgjon sinjalin dhe bën një ndryshim të vogël në mënyrën si vendos prioritetet, ndjen lehtësim deri në mbrëmje. Vendimi i heshtur që të pret është të thuash jo atje ku gjithmonë ke thënë, por vetëm për të ruajtur paqen. Mos e lër krenarin të mbajë në vend, kërko ndihmë nëse duhet. Një bisedë e qetë me një person të besuar të sjellë qartësi para çdo vendimi. Peshorja.
Një zgjedhje e qetë, por vendimtare, të pret nesër dhe lidhet me kufijtë e tu. Në punë do të dalë një situatë ku duhet të thuash mendimin pa u përkulur për të ruajtur harmoninë. Diplomacia jote është e fortë, por sot kërkohet edhe vendosmëri. Në marrëdhënie, një keqkuptim i vogël zgjidhet vetëm nëse flet hapur dhe nuk e zbukuron të vërtetën. Financiarisht, dita të nxit të rishikosh shpenzimet e fundit dhe të vendosësh prioritet për javën. Një blerje e vogël mund të jetë e panevojshme. Emocionalisht, ndjen nevojë për paqe, por paqe pa kufi nuk zgjat. Një telefonat ose takim sjell qartësi dhe të ndihmon të marrësh vendim. Shëndeti përmirësohet kur mban ritëm të rregullt dhe nuk i shtin detyrat në minutën e fundit. Vendimi i heshtur për ty është të zgjedhësh veten pa u ndjerë fajtor. Nëse e bën këtë, dita mbyllet me lehtësim dhe një ndjenjë kontrolli të butë. Mos i jep energji njerëzve që të lëkundin me fjalë të paqarta. Vendos një rregull të thjeshtë. Çfarë nuk është e qartë, nuk pranohet. Nëse shfaqet një mundësi, kërko kohë për ta menduar. Qetësia jote është prioritet. Në mbrëmje, bëj një listë të vogël dhe ndiqe pa lëkundje fare. Kjo video nuk është për frikë, por për qartësi. Nëse je një nga këto shenja, vendimi i heshtur nuk kërkon dramë. Kërkon zgjedhje të vetëdijshme. Komento shenjën tënde dhe shkruaj fjalën në zgjedhjet që ta kuptoj nëse e ndjen këtë energji. Bëj like për të mbështetur kanalin. Abonohu, sepse çdo mëngjes kemi video tematike dhe çdo mbrëmje horoskopin e ditës pasardhëse. Shpërndaje me një person që po shtyn një vendim prej kohësh. Kjo video nuk është për frikë, por për qartësi. Nëse je një nga këto shenja, vendimi i heshtur nuk kërkon dramë. Kërkon zgjedhje të vetëdijshme. Komento shenjën tënde dhe shkruaj fjalën në zgjedhjet që ta kuptoj nëse e ndjen këtë energji. Bëj like për të mbështetur kanalin. Abonohu, sepse çdo mëngjes kemi video tematike dhe çdo mbrëmje horoskopin e ditës pasardhëse. Shpërndaje me një person që po shtyn një vendim prej kohësh.